Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wa salatu wa salamu ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Falënderimi takon Allahut Azza wa Jalla, e falenderojmë, prej tij ndihmë dhe falje kërkojmë. Salavatet ja çojmë Muhammedit sallallahu alaihi wasallam, familjes së tij, shokëve të tij dhe krejtë muslimanëve që e kanë pasuar dhe ndjekin rrugën e Muhammedit sallallahu alaihi wasallam. Jemi duke folur poshtë rreth 40 haditheve të Imam Neveviut, aleikum selam. Rreth 40 haditheve të Imam Neveviut dhe jemi tek hadithi 6, që është pjesa e dytë, hera e dytë që flasim për hadithin e 6. Dhe ky hadith e përmendëm në herën e kaluar që vjen hadithi prej Nu'man ibn Bashirit, një sahabi i vogël, por me vlerë normal të madhe shumë, edhe Nu'man ibn Bashiri kë e ka transmetuar tash këtë hadith, dhe ky hadith gjendet në dy koleksionet më të saktat, në Buhari dhe në Muslim. Pastaj ky hadith thot Nu'man ibn Bashiri se thot pejgamberi, se kam dëgjuar pejgamberin duke thonë inal halala bayyin wa innal harama bayyin, se halali është i qartë edhe harami është i qartë. Tash nuk po lexoj këtë arabisht, më shkëm lexoj herë, tash po e bi përkthimin e me ardha do të tjera që na kanë mbet pastaj neve. Thot në të hadith se tha pejgamberi alayhis salam, halali është i qartë. Edhe të gutëm në herën e kaluar se halali kur është i qartë, dhe cilat janë disa lloje të halaleve që janë të qarta, s'ka nevojë për mu diskutu. Tha pejgamberi, edhe harami është i qartë. Harami i qartë përderisa ka ardhur ajet i Kur'anit, ka punuar Allahu Azza wa Jall fjalë të tij në Kur'an se kjo është haram, mbetet haram dhe s'diskutohet më, ose ka thënë pejgamberi se dhe nuk ka fjalë tjetër të pejgamberit, vetëm se kjo që ndalan, mbetet haram, ose konsenzusi dietarëve se çështja ka haram, ose ndaj qiyas tani janë çështje pak më të thella të usulit që thonë me qiyas krahasime me bon. Po më rëndësi të qartat ato që nuk ka fjalë tjetër. E tha pejgamberi, e në mesin e këtyre ka gjëra të dyshimta. Në mesin e këtyre, në mesin e halalit të qartë edhe haramit të qartë, ka çështje që janë të dyshimta. Janë të dyshimta që thotë nuk i njeh këto gjëra, nuk ja din hukmin, nuk ja din dispozitën, nuk ja din përgjigjen, nuk din mu përgjigjen të vetëm se pak njerëz. Edhe i ka dhënë në herën e kaluar se kësi çështje janë të shumta. Shumta. Dhe bili sa herë që na shkojnë ma ofër kiametit, sa herë që shkon ku apo ma ofër kiametit, kësi çështje që janë të dyshimta vinë henez ma shumë. Se çdo ku vinë çështje të mesele të reja, çështje të reja, përsa dhe fuqahaja, ulemoja, dietarët kanë shkruar dhe libra të shumta kur ja kanë gjetur titullin mesele të bashkëhore. Apo çështje bashkëhore. Për shembull, përmendja herë për herë, për shembull bashkëhore, gelatina për shembull. Kjo është çështje bashkëhore. Nuk është përmend kjo më herët. Po çështje bashkëhore gelatina, për shembull, një ushqim që ka gelatinë. Unë herën e kaluar përmenda diçka me alkool, po që tash po e përmendi me gelatin. Për shembull, aja gelatina si gelatin, a ban me hongër një ushqim që pas ka gelatin? Do far keksa të vogël ose do ëmbëlsira të vogla që janë për fëmijë. Kanë gelatin, a ban as ban? E që tu, për shembull, kush mund më të përgjigj? Pak njerëz din më të përgjigj. Në këtë çështje din më të përgjigj pak njerëz. Me tregu si ke për shembull gelatina, për cilën gelatin po flitet, a është gelatina për shembull e derrit, a është gelatin e lëpëve, a është gelatin e bimëve, apo ndaj tjetër, e këto kategori për shembull gelatinave për cilën po flitet, pastaj nëse është e lopës prej cilit vend ajo lopë është e ku mbarohet, nëse është prej derrit, pash a metet me gelatinën e derrit, po bëhet haram as po bëhet haram. Tjetë del dikush të tjo është haram pse s'është për deri në esencë është haram. Del tjetëri për shembull është të tjo nuk ka të lashë shumë pse, për shkak se gelatina e derrit ka ndryshu gjendjen, e kur ndryshohet gjendja e një sendit në një gjendje tjetër krejt ndryshon edhe dispozita e atij sendi. Unë shpipi ka pak sa mi ka dhu si tituj. Këto për shembull, jam armenja që i din çdo njëri? Këtë si din çdo njëri? Këto më ka pak i dijes, i kyqur në literaturë, edhe ose me i kyqur para gojëve të hoxhës mul edhe me thy gojt edhe me mësut e hoxha. Për ndryshe, jo çdo njëri që i ka për shembull hapat e parë në fe, ja ka nis me lexu një libër ta mërmenja që din, unë e bëna si shembull kjo, si ka
shumë. Për shembull, Gjafer, janë të senet, për shumë dyshimta, vje fjala njoni, njonit për shumë, ju ka, më përna se kam përfyrit këtë kujt, ju ka dredhu hunda e ti, për shumë, ju ka dredhu hunda e ti. Tashti, a ban që kjo me bon operjem, me drejtu hundën e ti, apo jo? Tash për shumë, njonit ju kanë bashkangjit vetullat krejt. A ban për shumë që kjo me bon intervenime me nukje, e që nukja vetla më është ndaluar, por që nukje në mesin që të mi dalu pak vetla, më së me bubi si vi që shtu krejt. Dhe senet shumë ta. Për shumë, njonit dënë me regullu pomjen e dhanve, a ban as ban, qëke që tu janë qështje që i din pak, pak njerëz. Për këta ta, pejgamberi a.s. e në mesin e halalit qartë edhe haramit qartë, ka qështje të dyshimta. E këtu të dyshimta ta, nuk i din shumë njerëz. Ama, tha, kush largohet për qëtyne të dyshimtave, e ka ruajtur fejnë e ti, edhe e ka ruajtur nderin e ti. Pastaj tha pejgamberi a.s. me hadithet e tjera, i bjen që tash po javë sjellje tha si një shembull. Me hadithet e tjera, ju në këto, po javë sjellje një shembull. Këtë fjalën po javë sjellje shembull në hadithet e tjera. Në këto është kështu. Është si shembulli i një mbreti, i cili e ka territorin e vet. Edhe s'toleron dikush me shku në territorin e tij. Pastaj tha ose baria, pastaj bariu që i run delet e tij, delet ose kafshet e tij, pran megjës e tjetrit, ka mundësi me ra, pra nuk është i sigurt, ka mundësi me hangër kafsha e tij në orën e tjetrit. Kështu tha pejgamberi, kështu tha e kufitat Allahut janë haramet. E kufit e Zotit janë haramet. Kufit e Allahut janë deri që tu e ki halal, këtu e këndej është haram. Si ku ta boni me shenjë hadithet e pejgamberit, që haramit mos ju afrati në rajt. Se i afru është haramit në rajt, kush po të siguron të që zbjen në haram. Për këtë arsye, haramit largoj mos ju afro deri në rajt. Kështu e shpjegoi pejgamberi. Sallallahu alaihi wasallam. E pastaj fundin e hadithit e tha kështu. Tha, është një pjesë mishi në trupin e njeriut. Që aja pjesë mishi nëse rregullohet, është i rregulluar dhe i mirë dhe i shëndosh dhe i hajrit, krejt trupi ti. E nëse ajo pjesë mishi që është në trupin e njeriut, është jo e mirë, është e prishur, krejt trupi ti është i prishur, krejt sjelljet e ti janë të prishura, si të folurët e ti janë fjalë të prishura, si lëvizjet e ti janë të prishura, si shikimet e ti, dhe të tjera janë të prishura. I përmeni pejgamberi. Tha, a dini kush është ajo pjesë mishi në trupin e njeriut? Tha pejgamberi, ala wa hiya al-qalb. Ajo është zemra. Por zemra që ka tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, nëse ti ke zemrën e mirë, për shembull sikur thuren disa fjali, nuk janë të sakta këto fjali, për shembull që i thurin disa që pritojnë me praktiku dinin islam, thonë unë kam zemrën e mirë. Ai thotë unë kam zemrën e mirë, asnjëherë Zoti në sejdë nuk i ban. Ai thotë unë kam zemrën e mirë, nëse ja nisë nga nalesh me ngu, krejt ditën e tij e ka sharje dhe fyrje. Ai thotë unë kam zemrën e mirë, ai thotë kam zemrën veç gënjeshta dhe mashtrime. E ka jetën e tij. Ai thotë unë kam zemrën e mirë, veç kështu kujt me bon ai dallaver dhe kujt më vjedh ndaj pjesë të pasurisë tij ose tokës tij ose. Ky thotë kam zemrën e mirë, pse e thur këtë fjalë? E thur veç mu largu prej obligimeve fetare. Unë kam zemrën e mirë, demek se unë s'po folna, po kam zemrën e mirë. Unë s'po agjeroj, ama kam zemrën e mirë. Jo. Nëse ti nuk e ki qitu, dije si ki zemrën e ki të prishur. Se zemra e prishur aludon ose shihet në gjymtyr. Për këta edhe jo rastisht pejgamberi e ka veçu në fund. I ka thonë zemra, kjo është kryesurja. Po nëse njoni më na bonive me shenjë që nëse i kthesh hadithit më nalt, ka mundësi ti që bjen harame, ti që bjen në të dëshuarat, ti që i largosh rrugës Zotit, dije si ki zemrën e ki të prishur. Po ta bo qefin muna, vetëm se zemrën e ki të prishur. Dhe vërtet ky hadith ka shumë për të folur. Unë po i tham veç një 2-3 fjalë rreth transmetuesit hadithit se ka marrë si rregull që kur shpjegojnë këto hadithe të Imam Nevevit me kallëzu pak për transmetuesin. E transmetuesi kjo është Nu'man ibn Bashiri. Për hadithin mona më është konkluzën, që e kana përmend. Hadithi vjen për Nu'man ibn Bashirit. Kjo është një sahabi, ai kujtohet që ka qenë sahabi i vogël. Nuk do të thotë që ka qenë i vogël sikër.
si Munirja. Po ka qenë i vogël kur ka lind ky sahabi Nu'man ibn Bashiri, ky kur ka lind në vitin e 2 të Hijretit. Do të thotë ka lind 87 muaj para se me vdek pejgamberi. 87 muaj para se me vdek pejgamberi. Që i bjen, kur ka vdek pejgamberi, ky sahabi ka pas 8 vite e gjys. 8 vite e 7 muaj. Ka jetu me vite 63 vite. Edhe kjo ka jetu me vite të njëjta si të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Por kjo ka lind Haxhi, ka lind në Medinë, ka vdek në Siri. Jo në Siri që po motë sët, po atëherë në Hims i kanë thonë, ka vdek në Siri. Ka lind në Medinë, ka vdek në Siri. Dhe është prej sahabëve që nuk e ka arrit kohën e jahilietit. Nuk e ka arrit kohën e ignorancës. Nuk ka pas që sikur për shembull Abu Bekri, Omeri, ata kanë arrit kohën e ignorancës. Për shembull Omeri për shembull ka qenë mushrik, i dhujtar, deri sa hyn në Islam. Ibn Mas'udi që po ta përmend, ka qenë i dhujtar një herë, tani ka hyn në Islam. Ndërsa ky s'ka arrit kësaj jahiliet hiç. Ignorancë dhe që më kon mushrik si ka arrit, pse se ka lindë në Medinë dhe ka lind kur është ka Islami. Dhe është prej të parëve. Dy të fjalësh po i them për këtë sahabi se ka shumë për të folur. Dhe është i pari prej ansarëve që ka lind është Nu'man ibn Bashiri. Ansar janë ata që i kanë ndihmu pejgamberit që kanë prit në Medinë. Apo muhaxhirin kanë qenë ata që kanë shku prej Mekës në Medinë. Ansar që ta i pari fëmijë që ka lind pas shpërnguljes të pejgamberit është Nu'man ibn Bashiri. Edhe u gëzun njerëzit, që lindin jo. Jam pas gëzu edhe për Abdullah ibn Zubairin. Se Abdullah ibn Zubairi i pari prej muhaxhirëve ka lind. E ky prej ansarëve. Edhe e mori nona vet në dryk, fëmijën e vet, Nu'man ibn Bashirin këto, edhe çaj tek pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, dhe tha ja Rasul më lindin një djalë. E mori. Pejgamberi sa ta po të përgëzoj me 3 gjëra për këtë djalë. Ka qenë i dërguar i Zotit. Allah ja pruni si shpallje, tregoja 3 gjëra. E para tha, ky djalë për Nu'man ibn Bashiri ka me jetu si njeri me famë, me nder, edhe me pozit, edhe me emër dhe me nam. Ky ka me jetu kështu tha. E para. E dyta tha është që ky çuni ju që të lindi tash ka me vdek shahid. Ky çuni ka me vdek shahid. Nona vetë vdek shirke. E dyta, e treta tha është ky ka me hin xhenet. Ky ka me hin para pejgamberi sallallahu alajhi wasallam e përgëzoi Nu'man ibn Bashirin, këtë transmetuesin e këtij hadithi, e përgëzoi me xhenet çish kur lindi. Çish kur lindi e përgëzoi me xhenet Nu'man ibn Bashirin pejgamberi sallallahu alajhi wasallam. Nëse ato bojnë asë hadithe ja kanë tubu prej Nu'man ibn Bashir për këtij sahabijut dal numri i haditheve rreth 114 hadithe. Rreth 114 hadithe të pejgamberit që ka transmetuar, që ka prunë Nu'man ibn Bashiri. Jo pse ky s'ka ditë më shumë, por që ato i kanë si transmetime. Që ato ja ka orë ka pyet, çka tu për çështjeve ka për çështje ka thon pejgamberi ç'është. Po 114 janë. Nëse e këshyr në Bukhari, në librin më të saktin, pas Kur'anit, nëse e këshyr se ai so hadithe ka prunë që nuk gjindën koleksion e tjera të haditheve prej Nu'man ibn Bashirit, del se Imam Bukhariu e ka sjellur një hadith. Prej ti do të thotë që nuk është vendet e ka edhe tjera hadithe, po një që s'është në vendet e tjera, është vetëm një hadith, ndërsa nëse këshyr në sajin e Muslimit, që është libri më i saktë pas Bukhariut, i ka 4 hadithe. Normal tani nëse i të bën edhe në Bukhari edhe në Muslim, ato janë sene tjera që ajim të e lezu, është edhe në Bukhari edhe në Muslim, të 2 libra. Pra gjithsej, Nu'man ibn Bashiri ka transmetu 114 hadithe. Kjo thash kur dish pejgamberi i pat 8 vite e 7 muaj. Por, prej kujt tani ma shumë i është dosht, se ka qenë njëri interesum për dije. Nuk ka qenë njëri që ka flajt, për shembull, si në kohën tonë, dija nashta i ka orë në derë shtëpis, dijen e ka që mund me marr dijen edhe ndash në internet, ndash në librat janë botu alhamdulillah sa dush, edhe hoxhallar alhamdulillah ka sa dush, e ka mundësi për dije, por flajn edhe humbin kohën fare krejt,
nuk miren me dije. Ndërsa Nu'man ibn Bashiri, ky sahabi nuk ishte kështu. Ky ngajke me mod dije. Po te kush ngajke më shumti, shkojke tek Omeri. Se Omeri është njeriu më i dituri pas pejgamberit dhe pas Ebu Bekrit është Omeri. Edhe shkojke te Omeri, edhe merr ke dije shumë. Dikun tjetër, shkoj te Aisha. Te Aisha që kanë thonë disa dietar e ka transmetuar 1/3 e dinit krejt. Disa kanë thonë më shumë, disa kanë thonë gjysmën. Po 1/3 e fesë krejt e ka transmetuar Aisha. Bashkëshortja pejgamberit, nëna besimtarëve. Por edhe te kjo shkojke e merr ke dijen Nu'man ibn Bashiri. E me që kjo u bë tani i ditur, mori pak pe pejgamberin, e shumë tani prej sahabive, për këta i thënë sahabi i vogël. I pse kanë vogël tani me vjet, këtu u bën masa hora, vetëm se për ta i thënë i vogël që i ka rënë menet me pejgamberin më pak. Dhe ky pastaj Muavia, kur u bë udhëheqës i muslimanëve në atë kohë, kur u bë Muavia, udhëheqës i muslimanëve, atëherë tha ti duhesh me kon në Hims, në Sirinë e sotit, tha duhesh me kon me shku edhe si emir. Tani pa të bon si gjykatës, me gjyku meselet. Tha kom me shku, kush ka pas ndonjë problem me shku te kë. E pastaj vdiq Muavia, erdhë djali i Muavijes Jezidi, e pastaj ky tha un jam i mendimit mja dhon bejën, i thojnë, mja dhon besatimin Abdullah ibn Zubairit. E tani i ka rastis kjo arsyeja pse e kanë mbyt, pastaj pse ti po thua mja dhon Abdullah ibn Zubairit. Abdullah ibn Zubair ka qenë sahabi që tash që ngëzu muslimanët që lindi i pari për muhaxherëve. Pse ti po thua mja dhon ti? E kanë mbyt për shkoj shahid ky sahabi për këtë hadith. Tha Imam Ahmedi, që citoi edhe këtë hadith që më dhon hadithin e radhës 7, tha Imam Ahmedi se ky hadith është nëse dinin e ndajmë në shtylla, ndajna në 3 shtylla, tha Imam Ahmedi, e parë që mund të më rrumbullaksu dinin krejt. E para është tek hadithi i Aishës, që tha tek hadithi i Omerit, që tha pejgamberi innamal a'malu binniyat, vepra shpërblen sipas niyeteve. Tani pjesa e parë, pjesa e dytë hadithi i Aishës, se kush shpik diçka të re në fen ton atij refuzohet, dhe e treta shtyllta është ky hadith që na po lexojna, halali është i qartë dhe harami është i qartë, dhe me kaq që përfundojna këtë hadith, kalojnë në hadithin e 7 inshallah. Lusmi Allah të na falë të na mëshirën, lusmi Allah me pejgamberin جناتنا تكون نقول قولي هذا أستغفر الله لي ولكم